Ariola Demiri ka reaguar publikisht përmes një story në Instagram duke marrë hapur në mbrojtje Brikena Selmanin, ndërsa ka kritikuar me tone të ashpra qëndrimin e Mateo Borrit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Në reagimin e saj, Ariola shpreh se vëmendja që Mateo ka marrë në këtë edicion nuk ka ardhur si rezultat i lojës apo personalitetit të tij, por si pasojë një raporti të shkuar dhe tashmë të mbyllur. Ajo thekson se Mateo është parë dhe trajtuar vetëm si ish i Brikenës e jo si një konkurrent më vete, ndërsa shton se duhet ta mbyll këtë temë pasi po del si princesh. Burrat e sotshëm pika. Vëmendje në këtë Big Brother VIP Albania e more vetëm si ishi i saj, jo si Mateo. Ke përfituar nga një raport i vdekur i harruar për t'u bërë i famshëm, pik. Hyre si ishi, e hodhe poshtë në prajmë dhe pastaj u fshehe pas fjalëve të tjerëve. Dakord, u dëgjove qartë. Ajo nuk do të njihet nëpërmes teje. Ajo ka nevojë ta thot me zë të lartë, mjafton që nuk të dëgjon më, sepse flet pa zë dhe pa figurë. Mbyllë këtë temë, se po del ti princesha, ndërsa ky raporti juaj ka mbaruar pa nisur fare. Dër e vër, mjaft, u shpreh Ariola. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.